me disa ndryshime që ne I vrejmë tek kategoritë e mallrave të caktuara që përbëjnë pjesën e rëndësishme të hyrave, megjithatë ne kemi regjistruar edhe këtë vit progres në të hyrat sa I përket të hyrave që mbledh Dokana e Kosovës. Aktualisht me ditën që kemi mbyllur sot kemi 275 milion euro të hyra krahas 262 milion vitin kaluar. Kjo përbën 5% rritje, e që në fakt është edhe pak mbi projekcionin për periudhën që raportojmë, mbi projekcionin e Ministrisë së Financave për projekcion që e përcakton me ligjin e buxhetit. Ne besojmë që kjo performancë do të vijojë edhe pse është herët me nxjerr konkludime për shkak se ka komoditete të rëndësishme të mallrave që importohen në sezona të ndryshme, po me prirje nganjëherë më të gjatë, jo kaq shkurt për 2 muaj pak sa jemi tani. Rritje ka shënuar nafta, avtomjetet vazhdojnë të kenë një rritje sa I përket hyrave për shkak se këto janë produkte kryesore që përcaktojnë, po prap është herët për shkak se ndonjëherë janë disa edhe moti që ndikon në kohën se si shtrirjen shpenzimet, si shtrihet importi, kështu që është herët me përcaktuar deri në spaku deri në 6 muaj e parë se do I vot të vitit. Në përgjithësi është sfiduese për shkak se ne vërejmë që ka një rritje të ekonomisë e cila reflektohet edhe në ngarkesën e punës që I bëhet Doganës së Kosovës. Gjatë viteve të kaluar kemi pasur rreth 11% vit për vit rritje të transaksionit tregtare jashtë për shkak të rritjes në eksport, në import, në tranzit mallat që kalojnë. E gjitha kjo është pjesë që vihet në një farë mënyrë në barrën e Doganës së Kosovës. Shto në anën tjetër që nuk është e lehtë me ndjek këto zhvillime me shtimin e numrit të stafit, me kapacitetet teknike, teknologjike, mirë po megjithatë ne besoj që ja kemi dalur mirë për shkak se kemi pasur mjaft shumë rezultate edhe sa I përket luftimit të ekonomisë jo formale që në një farë mënyrë përkthehet edhe në pjesën tjetër, po ajo që unë kisha mbështuar që është shumë e rëndësishme me potencu është se edhe vetë bizneset janë më respektuese ndaj detyrimit të tyre ligjore, kështu që në përgjithësi kemi pasur pas pandemisë rreth 250% në mesatare rritje të importit nëse konsiderojmë me rritjen e trendit të ekonomisë ose GDP-s vit për vit, që në trendet historike kjo ka qenë kurse nuk ka pasur ndryshime politika fiskale, ka qenë paka shumë aty sa ka qenë rritja ekonomike, aq ka qenë rritja e vlerave të mallave në import. Sa është rritja e vlerave në import, aq përkthehet në pjesën e të hyrave. Kemi regjistruar mjaft shumë edhe raste të mashtrimeve, të kontrabandës të ndryshme. Ta zonë vitin kaluar ka qenë afër 19 milion vlerë e mallave të konfiskuara, nëse konsiderojmë me vitin 2019 vit para pandemisë, e cila ka qenë vlerë 5.5 milion, e shohim se sa është rritur efikasiteti, edhe kjo ka qenë shifra e rritur vit pas viti, e shohim sa është rritur efikasiteti I anës tjetër të luftimit të ekonomisë formale. Sa I përket Mitrovicës Veriore kemi një situatë bukur mirë të normalizuar, për shkak që dim edhe përpjekjeve që kanë qenë të qeverisë për shtrirjen e zbatimit të ligjit, të sundimit të ligjit në përgjithësi, nuk është që tani vrejmë ndonjësi të veçantë sa I përket Mitrovicës Veriut. Kemi sfida gjithandej, mirë po në përgjithësi kemi pasur një performancë të mirë edhe në pjesën e luftimit të ekonomisë formale. Një pjesë e mirë e këtyre rezultateve na vijnë për shkak të bashkëpunimit dhe besimit që kanë qytetarët në autoritetet e Republikës së Kosovës, që është një halk mjaft e rëndësishme sa I përket përpjekjeve tona në luftimin e ekonomisë formale.